more, unë tani do isha duke bërë sqarimin, se s'do futem direkt këtu për sqaristik e hapit. E kuptova. Hello. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje të dashur miq të Albania TV Chicago. Ne jemi takuar sërish së bashku në këtë ditë të premte, e cila nuk është një nga ditët maraton që ne takohemi në këtë emision, por që për disa situata të cilat janë emergjente, patjetër që do të jemi në shërbim të publikut dhe të atyre të cilët kanë nevojën e medjave, dhe sidomos të një mediaje ndërkombëtare siç është Albania TV Chicago. Dhe sot kemi një rast shumë interesant, të cilin ne do ta sqarojmë sepse bëhet fjalë për një keqkuptim. Së bashku me mua është Brahim Hamzai dhe Gjensila, se nuk jam shumë e aftë për t'i thënë edhe mbiemrin, pasi ajo nuk është shtetas. Okej, faleminderit Brahim. Dhe ne do të sqarojmë sot një situatë të pazakontë të cilën po përjeton Brahimi. Ai është një djalë shqiptar i cili njihet me tradita, zakone, një familjar shumë i rregullt, një djalë i shoqërueshëm që vlerësohet dhe respektohet nga të gjithë ata që e njohin, përfshi këtu edhe mua, dhe po kalon një situatë jo fort të mirë sepse mediat angleze janë duke folur disa gjëra të cilat nuk janë të vërteta dhe patjetër ai është një viktimë edhe për klikime në këtë rast, por edhe për shkak të një keqkuptimi që kalohet në familje si të gjithë ne, e cila është keq interpretuar dhe tashmë për klikime po bëhet nami. Dihet që Gjensila është personi me të cilën ai bashkëton, por në këtë rast që ne kemi ftuar, po themi edhe strumullari të gjithë kësaj situate lidhur me një keqkuptim që ata kanë gjatë bashkëtesës së tyre. Dhe jo pa qëllim ajo është sot e ftuar për të bërë deklaratën e saj, sepse Brahimi do që ta sqaroj të gjithën këtë që ka ndodhur, sigurisht e gjitha kjo rëndon në moralin e tij, por edhe në pavërtetësinë e këtyre informacioneve. Gjithashtu edhe Gjensila, e cila ka bërë një denoncim kundrejt tij në nerva e sipër, në situata që i kalojmë të gjithë ne, dhe duam të sqarojmë pikërisht sot sa të vërteta janë informacionet që qarkullojnë nëpër media dhe pse Brahimi ka arritur në këtë situatë. Të lutem, më duhet ndihma e jonit për të përkthyer pyetjen e parë që do të bëjmë për Gjensilën. Gjensila, si janë Si e ka? Triska. Okej, Gjin Triska. Si është raporti yt me Ibrahimin? A sillet mirë ai me ty? E pyesim Joni? Joni, të lutem. Nuk e kam Joni në moment, të lutem. A e pyet Brahim, e bën dot pyetjen? Joni se di nëse më dëgjon. Mirë, e bën Joni. Po Joni. Po, gjatë folur. Okej, përzis. Okej. Okay, tani dëgjojmë dhe unë. Okay, and one more time, the question is, how is your rapport with Brahim? He take care enough for you, or how is the rapport between you and Brahim? Yeah, the rapport. Yes, mund ta dëgjoj.
Okej, atëherë pse mediat po flasin si diçka jo normale se ai është domethënë ka kaluar një situatë jo fort të mirë siç është përdhunimi, siç pretendohet nga ana e vajzës, Yeah, sepse you have denoncimi jo. yeah, you have one report in a police station about Brahim. He's raped you. It's true, this one? Oh, just you make this because you feel jealous and so you say this is not true, right? Okay. Si ndihet vajza lidhur me këtë situatë që po kalon Brahimi? How you feel like this situation the Brahim is feel it? Mendon se mjafton lidhur me informacionin që tha Goza, apo jo Brahim, ke diçka tjetër për të shtuar? Vajzës, sa shqetësuar është ajo për këtë situatë? Pyet e pak. A e ndir ndonjëherë keq? Edhe mediat, po ja bëmë këto pyetjet. Joni, të lutem. Uh, O Joni, pyet e pak, sa e shqetësuar është kjo lidhur me situatën që po kalon Brahimi? vajza është e qartë.
Okej, pyesim pak Joni, të lutem, kush e ka financimin e Who make the complaints in a police station about the Ibrahim? Why? She says her mother, it's not her. No, I don't say why. I don't say. Okay, you pull the report from the police station. You pull the report from the police station, or the report is existing in the police station. Pra, një tensionu, herë qetësohu, se nuk kemi por një pyetje. Ne jemi duke bërë bashkë bisedim.